85 prokurorë e magjistrat janë drejtuar me një shkresë prokurorisë së përgjithshme, ku i kërkojnë që të zhvillohet mbledhja e përgjithshme prokurorëve të Republikës së Shqipërisë me qëllim që të diskutohet siguria dhe mbrojtja për magjistratët. Kërkesa e drejtuar kryeprokurorit të përgjithshëm vjen pas vrasjes së gjyqtarit Kalaja në krye të detyrës. Prokurorët thonë se vrasja e gjyqtarit Kalaja ka nxjerrë në pa boshllëqe serioze në sistemin e sigurisë, duke theksuar se kjo kërkon reflektim dhe reagim të menjëhershëm institucional. Kjo kërkesë vjen si pasojë e ngjarjes tragjike të humbjes së jetës së një magjistrati gjatë ushtrimit të detyrës, e cila ka tronditur të gjithë trupën e drejtësisë dhe ka nxjerrë në pa boshllëqe serioze në sistemin e sigurisë, brenda dhe jashtë institucioneve të drejtësisë. Kjo situatë kërkon një reflektim të menjëhershëm institucional dhe një vendimbarje kolektive në mënyrë që magjistratët të mos jenë më të ekspozuar ndaj riskut fizik apo institucional në kryerjen e funksioneve të tyre kushtetuese, thuhet në kërkesën e prokurorëve. Prokurorët thonë se duhet të mblidhen me qëllim koordinimin e një përgjigjeje të unifikuar ndaj rreziqeve që prekin sigurinë e magjistratëve dhe integritetin e sistemit të drejtësisë. Ngjarja tragjike e vrasjes së një magjistrati gjyqtar në sallën e gjyqit në krye të detyrës përbën në rast të jashtëzakonshëm që te kalon kufitë e çështjeve të zakonshme të administrimit të drejtësisë. Në këtë rrethan, prokurori i përgjithshëm dhe Këshilli i Lartë i Prokurorisë kanë jo vetëm të drejtën, por edhe detyrimin moral dhe institucional për të reaguar përmes thirrjes së mbledhjes së përgjithshme, me qëllim koordinimin e një përgjigjeje të unifikuar ndaj rreziqeve që prekin sigurinë e magjistratëve dhe integritetin e sistemit të drejtësisë, thuhet në kërkesën e prokurorëve. Qëllimi i mbledhjes, sipas prokurorëve, është shqyrtimi i gjendjes aktuale të sigurisë në ambientet e prokurorive dhe i garancive për mbrojtjen e jetës, integritetit dhe pavarësisë funksionale të magjistratëve. Pas vrasjes së gjyqtarit Kalaja, të njëjtën do të zhvillohet edhe mbledhja e gjyqtarëve të Shqipërisë, ku pritet të diskutohet për sigurinë në institucionet e drejtësisë.